Jam shumë i gëzuar në fakt që kena nisë këtë fushat elektorale me një nga kërkesat që vonoj shumë, por që filloi, që është rruga e Komanit, një investim i jashtëzakonshëm i rëndësishëm për zhvillimin e kësaj zone. Janë të gjitha investimet e mëdha të qeverisë për ta kthyer rajonin tonë në një qendër rajonale të rëndësishme ekonomike dhe turistike. Këto nuk janë fjalë, por janë perspektiva e madhe që na pret zonën. 11 maj është një moment shumë i rëndësishëm për të thënë këtë gjë. Ne duhet ta vazhdojmë këtë punë. Por që ta vazhdojmë këtë punë, ne duam mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme për një fitore të thellë të Partisë Socialiste për parlament në zgjedhjet e 11 maj. Nuk ka nevojë të shikoni andej këtej. Ky vend zhvillohet, dhe ky qytet zhvillohet, ky rajon zhvillohet vetëm duke votuar numrin 5. Qartësisht numrin 5, të gjithë për këtë. Nëse doni zhvillimin e vendit tuaj, nëse doni zhvillimin e qytetit tuaj, nëse doni zhvillimin e Shkodrës si rajon dhe si qytet, nëse doni të jeni krenar për këtë vend, votoni 5-ën dhe transformimin që e keni aprovuar në 2 vjet, do ta aprovoni në 4 vjet të ardhshëm me ekipin më të mirë të deputetëve që kemi sot, për cilët unë jam krenar, që do na përfaqësojnë në Parlamentin shqiptar. Që ne jemi një. Të gjithë jemi një për një fitore të madhe të Partisë Socialiste, që në fakt është fitoria e Shkodrës si asnjëherë tjetër në këto zgjedhje. E du për Velipojën. E du për Velipojën dhe nuk du asnjë ta çoj mendjen se mund të shpërqendrohet nga çdo thënie që ka, nga çdo koment që ka. Ne që ditën që na keni votuar për bashkinë, jena mundu me punë, pa fjalë. E fjalë s'kena bë, e ko s'kena shumë për fjalë. E në përfjalime nuk do na dëgjoni shumë. Vetëm për tregu që ne po punojmë fort dhe me meritu votën tuaj për Parlamentin shqiptar, që Shkodra të ketë numrin më të madh deputetëve që ka pas ndonjëherë në Parlamentin shqiptar, që t'ju përfaqësoj ju se asnjëherë tjetër.